Përshëndetje ndjekës të podcastit Diaspora Reality Show. Dua t'ju komunikoj disa vendime të fundit nga Home Office për sa i përket kërkesave të azilit dhe mirëqenies dhe të ardhmës së emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar. Por para se të filloj, ju ftoj të gjithëve që të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube Diaspora Reality Show by Linda. Ministrja e Brendshme Shabana Mahmud ka komunikuar në rrugë zyrtare disa ndryshime strikte dhe shumë të ashpra që prekin kërkesat e azilit, emigrantët në përgjithësi, si dhe ata emigrantë të cilët janë tashmë në Mbretërinë e Bashkuar, që janë në proces me kërkesat e tyre për azil, por që do filtrohen të gjithë duke parë se kush ka të drejtë për qëndruar në Britani dhe ata që nuk kanë të drejtë do të kthehen në vendet e tyre që konsiderohen vendet sigurta dhe konkretisht Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt sipas Mbretërisë së Bashkuar. Qeveria britanike ka bërë të ditur disa reforma të rëndësishme në politikën e saj të azilit që do të ndikojnë ndjeshëm mënyrën se si trajtohen emigrantët që kërkojnë strehim në vend. Këto ndryshime vijnë në një kohë kur numri i kërkesave për azil ka shënuar një rritje të konsiderueshme, veçanërisht përmes kalimeve të paligjshme përmes kanalit anglez. Sipas njoftimeve zyrtare, regjimi i ri i azilit do të përfshijë një status të përkohshëm për refugjatët, duke u mundësuar atyre mbrojtje deri në atë moment kur do të mund të kthehen në vendet e tyre të origjinës, në vende që konsiderohen të sigurta. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i reformave është ulja e mbështetjes financiare për kërkuesit e azilit, ku ata që kanë resurse të mjaftueshme do të jenë të detyruar të kontribuojnë për akomodimin e tyre. Kjo nënkupton se qeveria synon të rrisë rigorozitetin e procesit të largimit për ata që nuk arrin të kalojnë me sukses kërkesat e tyre për azil. Kjo do të përfshijë largimin e familjeve që kanë vende të sigurta për t'u rikthyer, si dhe një përmirësim të mekanizmave që ndihmojnë në këtë proces. Nga ana tjetër, qeveria është angazhuar të hapë rrugë të reja dhe të kufizuara për refugjatët që shpresojnë të gjejnë strehim në Mbretërinë e Bashkuar, duke siguruar që komuniteti të jetë i angazhuar në procesin e pritjes dhe integrimit të tyre. Këto reforma synojnë të kontrollojnë fluksin e migrantëve dhe të rivendosin besimin e publikut në politikën e azilit, duke theksuar se një sistem më i fortë është esencial për të ardhmen e sigurt të vendit. Reformat të cilat do të hyjnë në fuqi në muajt e ardhshëm pritet të kenë një ndikim të thellë për ata që kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe për migracionin në përgjithësi në Evropë. Faleminderit për vëmendjen tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube Diaspora Reality Show by Linda.